Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka lexuar një letër lavdërimi e falënderimi për presidentin amerikan Bill Clinton, i cili mori në Berlin çmimin paqebërsi i shekullit nga World Forum. Teksa qëndroja para tij kujtova marsin e vitit 1999, kur dëgjoni me shpresë fjalimet e tij në një radio të vogël, ndërsa përjetonim tmerret e regjimit të Miloševićit. Sot fal luftës çlirimtare dhe fal leadershipit të botës demokratike dhe mbështetjes bipartizane amerikane, si nga demokratët ashtu edhe nga republikanët, Kosova frymon e lirë dhe e pavarur, ka thënë Osmani. Mbështetja e presidentit amerikan për Kosovën sipas saj ka qenë gjithmonë pasqyrimi i vlerave amerikane, të lirisë, drejtësisë dhe demokracisë. E para e shtetit të Kosovës ka falendëruar Clintonin për marrëveshjet e nënshkruara dhe për jetët e shfutura. Në veçanti faleminderit në emër të fëmijëve të tashëm të Kosovës, brezi i parë që nuk po rritet në luftë e që një vetëm paqe, ka deklaruar presidenti Osmani. Gjatë fjalimit të saj, ajo pa ashtu ka përkujtuar se Kosova për 17 vite pavarësi ka arritur t'i ketë 2 presidente gra. Në Kosovë gratë nuk janë vetëm pjesë e demokracisë, por ato janë duke e hudhëhequr atë. Dhe në fakt unë nuk jam gruaja e parë presidente e vendit, jam e dyta në vetëm 17 vite pavarësi, ka thënë Osmani. Thank you and good evening once again. A few days ago, my twin daughters celebrated their 11th birthday, and after their day at school, they celebrated with their friends, and we celebrated with the entire family. And then after that, we had our usual before-bed conversations, and we talked about how blessed we are. Blessed that they are the very first generation in the history of the existence of our nation, the very first generation of children of Kosovo to be able to go to bed without the sound of firearms and shelling. The very first generation ever to be able to freely go to school. The very first generation ever to be able to freely speak their language. The very first generation ever to see their parents go to work without the fear of them being arrested or killed. The very first generation ever to have not become refugees, to have only lived in democracy. And the very first generation of kids in the history of our nation to have not known war and to have only lived in peace. And there's a reason for that historic accomplishment. It's the reason that has brought us all together to honor President Bill Clinton. So President Clinton, Madam Secretary Clinton, distinguished leaders and esteemed laureates, it's a profound honor to join you in celebrating President Clinton, a leader whose legacy is not only written in history, but deeply etched in the lives of millions around the world. Tonight we recognize him not just as a statesman, but as a true peacemaker, one who has upheld democracy and defended human rights and dignity above all. So leadership is often defined in many ways, but if we were to draw from the example set by President Clinton, I particularly say that a true leader is one who knows to distinguish between right and wrong, and then who acts with unwavering moral clarity to defend what is right. 26 years ago, I was exactly in March 1999. I was hiding in the mountains of my homeland as my family was seeking refuge from the horrors of the Milošević regime after we were forcibly expelled from our home. I remember listening in a tiny little radio alongside other young people and children, listening to President Clinton's speeches, holding on to hope that his leadership would change the course of our fate. In those moments, had anyone told me that I would be standing right here today on behalf of the people of a free, independent, sovereign Republic of Kosovo, presenting this tribute to the men who became our savior, I would have thought it an impossible dream. Yet, here we are today, both honored and humbled, with an overwhelming sense of gratitude, saying thank you. Thank you, Mr. President, on behalf of every soul in my country, from every home and every heart across Kosovo and across every country of help throughout the world.
For the people of Kosovo, President Clinton and Madam Secretary Clinton are more than just allies. They're symbols of our freedom. President Clinton stands as a beacon of hope because when our people faced the horrors of genocide, he chose not to look away. He led with conviction, rallying the free world to stop an ongoing plan to wipe us out from the face of the earth. This is why honoring President Clinton is not only a testament to his exemplary leadership and tireless efforts, but also a tribute to the values that bound us together then and continue to unite us today. His decision to save millions of lives in Kosovo and around the world, in fact, it was definitely not born out of political convenience, but rather moral necessity. President Clinton understood that peace is not merely the absence of war, but also the presence of justice, as we all know. On March 24th, 1999, as he was addressing the American nation, explaining why the United States was coming to our rescue, he said, "We cannot walk away from this. We cannot let genocide happen again in Europe. We cannot allow a brutal dictator violate the fundamental rights of an innocent people while the world remains silent." And as he rightly went on to explain, the dangers of acting were far outweighed by the dangers of not acting, not just to defenseless people, but most importantly, to the values that we share and to global security. And because of President Clinton's leadership, the people of Kosovo were given the chance not to just to survive, but to become survivors who thrive. We were given the opportunity to dream, to rebuild, and to shape our own future. Today, Kosovo stands as a testament to what is possible when democracies around the world stand united against oppression, when justice prevails over fear, and when the international community chooses action over indifference, and when both the moral and legal imperative align. And if you want to understand the true impact of President Clinton's leadership, I invite you all come to Kosovo. The children who were once forced to hide in the mountains and then ended up in refugee camps now walk freely to school, carrying books instead of the burden of war. They laugh, they learn, they dream, because President Clinton believed that their lives were worth protecting. Today, a new generation in Kosovo grows up not knowing the sound of the shelling, but the sound of opportunity. They may never meet the men who saved their future, but they will inherit the world he helped make possible. Today, every free child in Kosovo is a living proof that he made the right choice. Today, the free Republic of Kosovo is the most democratic country in our region and the most pro-American nation on earth. And that is another testament to that right choice. President Clinton's support for Kosovo was always a reflection of the values that define the American people. From the very beginning and throughout the years, that support transcended party lines. It was embraced by leaders across the political spectrum, Democrats and Republicans alike, because the cause of Kosovo is the cause for freedom, justice, and democracy. And today, Kosovo is an extension of those same values. But President Clinton's legacy as a peacemaker extends far beyond Kosovo, as you can see from all of us here on stage tonight. He played a pivotal role in bringing an end to the genocidal war in Bosnia and Herzegovina, negotiating the Dayton Agreement that secured peace after years of unimaginable suffering. He was instrumental in the Good Friday Agreement, helping to transform decades of conflict in Northern Ireland into a path towards reconciliation. He championed self-determination for the people of Timor-Leste, and he worked tirelessly to bridge divides in the Middle East, always believing that diplomacy, dialogue, and determination could overcome even the most entrenched conflicts. And of course, while doing all of this, he was lucky enough, and we were all lucky enough, to have Secretary Clinton, Madam Hillary Clinton, who proved to be one of the reasons for inspiring, I would say, also President Clinton's
good job and good deeds around the world, and for doing all of these amazing things for humanity. And I would say becoming the moral compass during some of the most challenging years that the world faced. Initially as First Lady of the United States and later as Secretary of State, Madam Secretary, you stood by us in our journey, making sure that the people of Kosovo are not only free and sovereign, but also strong, prosperous, and ready to give back in defending our shared values as true allies of America. So from the bottom of our hearts, thank you to you too, Madam Secretary. Ladies and gentlemen, today we honor President Clinton as the peacemaker of the century, not just for the agreements signed, but most importantly for the lives saved. Not just for the wars ended, but most importantly for the futures secured. Mr. President, thank you for your courage, your humanity, and your unbreakable belief that even in the most difficult times, peace is possible. This is a recognition and an appreciation. Recognition of leadership, of courage, and conviction, and consistent advocacy for justice and equality. And it's also an appreciation for your humanity, for your solidarity, and your commitment to standing on the right side of history. On behalf of all the people you helped save around the world, thank you. And most importantly, on behalf of all the children of Kosovo, the very first generation in the history of our nation, the very first generation to have not known war and to have only lived in peace. Thank you. Congratulations for this well-deserved honor. Në një kohë kur teza e bashkimit kombëtar sa vjen artikulohet në çarshit e politikës mbar shqiptare, një hartë e detajuar e një grupi ekspertësh pranë amerikane parashikon që kjo gjë të ndodhë në vitin 2035. Rritja e ndikimit të shqiptarëve në politikat rajonale si dhe mbështetja në rritje nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duket se do të përshpejtojë procesin e bashkimit, i cili në retorikën e politikës së sotme globaliste duket si i pamundur. Në një kohë që në rajonin e Ballkanit ka nisur të vlojnë çështjet e pazgjedhura historike si dhe padrejtësitë ndaj popullit shqiptar, është zbardhur një hartë e krijuar nga ana e ekspertëve të CIA-s, e cila parashikon ndryshime drastike kufish jo vetëm sa i takon trevave shqiptare, por edhe territoreve të tjera europiane të cilat prej shekush kanë qenë në bjek luftrash. Nuk dihet nëse botimi i kësaj harte lidhet me rrethanat aktuale kur zëri shqiptarëve për ndreshjen e padrejtësive historike sa vjen e forcohet, apo ky studim i CIA-s dhe i agjencisë ruse GRU zbardet. Në një kohë kur teza e bashkimit kombëtar sa vjen artikulohet në qarqet e politikës mbarkombëtare, paradoksalisht këto harta të bëra publike në mediat amerikane dhe ato ruse nuk janë vetëm studim ekspertëve të CIA-s, por edhe të agjencisë ruse GRU, shteti i cili njihet për politikat e tij pro-serbe dhe anti-shqiptare, në një kohë që çështja e rikthimit të kufive shihet si një opsion i rrezikshëm për paqen. Hartat qarkulluese në mediat amerikane dhe ruse proklamojnë një bashkim të gjitha trevave shqiptare. Ky bashkim parashikohet të ndodhë në vitin 2035 dhe të përfshijë bashkimin e Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe trevat e Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Analiza dhe studimet për hartimin e hartës bazohen në analiza dhe studime speciale të kryera nga ana e shërbimeve më prestigjioze amerikane dhe ruse, si CIA dhe GRU. Po ashtu, konkludojnë në këtë hartë, bazohen edhe tek burimet e rëndësishme të institucioneve ndërkombëtare të cilat merren me studime gjeostrategjike. Edhe pse kjo hartë e bërë publike në mediat amerikane dhe ato ruse është produkt i analizave të ekspertëve të agjencive prestigjioze të inteligjencës së dy prej shteteve më të fuqishme të botës, nuk dihet nëse politikat e këtyre vendeve do të fokusohen zyrtarisht në konklutimin praktik të kësaj ndarje territoriale e cila prek jo vetëm trevat shqiptare, por edhe një pjesë të mirë të Europës. Kjo hartë zbardh fakte tronditse në lidhje me një pjesë të territoreve të shteteve europiane, të cilat kanë provokuar luftra të vazhdueshme, ndërshtetërore por edhe botërore.
po sipas studimeve të konkluduara në këtë hartë rezulton se Bosnia-Hercegovina do të pushojë se ekzistuari si shtet për të ndarë midis Kroacisë dhe Serbisë. Ndryshime priten edhe në shtetet e fuqishme si Britania, ku Skocia do të shpallë pavarësinë, ndërsa Irlanda do të bashkohet. Nga ana tjetër, Baskia dhe Katalonia do të deklarojnë pavarësinë nga Spanja duke marrë edhe pjesë nga territori francez. Ky shtet duket se do të humbas shumë nga lavdia e tij historike, pas përshëndrimit të lartë të grupeve islamike, të hapet rruga për rritjen dhe krijimin e një shteti islam në jug të Francës. Krahina e luftrave historiko-franko-gjermane, Lorient, mbi bazat federale do të bashkohet me Gjermaninë, ndërsa nga Belgjika do të ndahet Flamania, e cila do të bashkohet në Holandën. Mali i Tomorit, i njohur ndryshe si Froni Perëndive, ngrihet madhështor në juglindje të Shqipërisë, duke ofruar një peizazh të mrekullueshëm dhe një histori të pasur me legjenda dhe mistere. Me majën e tij më të lartë që arrin 2417 metra, ky mal ka qenë objekt adhurimi dhe intrigimi për mijëra vjet. Ai është një vend ku mitet, besimet fetare dhe natyra ndërlidhen në një harmoni të rrallë. Po çfarë bën malin e Tomorit kaq të veçantë? A është thjesht një monument natyror, apo fshihet diçka më e madhe në brendësi të tij? Emri Tomor lidhet me perëndinë e njohur si Baba Tomori në mitologjinë shqiptare, i cili konsiderohet baba i perëndive dhe njerëzve. Ky kult mund të ketë origjinën që nga koha e lirëve, duke sugjeruar se Baba Tomori mund të jetë mbetje e një perëndie të lashtë lire. Sipas traditës vendase, bashkëshortja e tij është e bukura e dheut, një perëndesh toksore e cila simbolizon pjellorinë dhe fuqinë e natyrës. Në literaturën antike, autorë si Homeri, Eskili dhe Herodoti kanë përmendur malin e Tomorit, duke lidhur atë me faltorën e famshme të Dodonës. Kjo faltore, një nga më të vjetrat në botën antike, mendohet se ka qenë vendosur në majën e këtij mali, duke bërë Tomorin një vend të shenjtë dhe me rëndësi të veçantë fetare. Legjenda dhe mistere. Mali i Tomorit është i mbushur me legjenda që kanë kaluar brez pas brezi. Një nga gojdhënat më të njohura është ajo e burimit të kuçedrës, një burim ujë që, sipas legjendës, kontrollohet nga një kuçedër që lëshon dhe ndalon ujin sipas dëshirës së saj. Ky fenomen ku uji rrjedh me ndërprerje ka intriguar banorët dhe vizitorët, duke shtuar misterin e malit. Një tjetër histori interesante lidhet me një ngjarje të vitit 1960, ku një avion MiG rrëzua në malin e Tomorit. Kjo ngjarje u shoqërua me hetime sekrete nga autoritetet e kohës, duke shtuar më tej aurën misterioze të malit. Sipas disa historianëve, në këtë mal mund të jenë fshehur objekte të lashta me vlera të jashtëzakonshme, të cilat mund të zbulojnë të dhënat e reja mbi qytetërimet e hershme që kanë jetuar në rajon. Arkeologët kanë zbuluar rënoja të tempujve dhe objekte kulti që datojnë mijëra vjet më parë, duke sugjeruar se ky mal ka qenë një qendër e rëndësishme shpirtërore për shumë civilizime. Pelegrinazhet e rëndësia fetare. Çdo vit mijëra pelegrin nga Shqipëria dhe më gjerë ngjiten në malin e Tomorit për të marrë pjesë në pelegrinazhin e njohur si Kurbani Abaz Aliut, një festë e rëndësishme për besimtarët bektashian. Ky ritual që zhvillohet në fund të gushtit, por fshin flijime të bagëtive dhe ceremonive fetare që simbolizojnë besimin dhe devotshmërinë e pjesëmarrësve. Në vitin 2018, rreth 550.000 pelegrin vizituan malin gjatë kësaj periudhe, duke dëshmuar rëndësinë e tij shpirtërore. Për bektashinjt, mali i Tomorit është një vend i shenjtë ku besohet se gjendet varri Abaz Aliut, një figurë e shenjtë e Islamit. Ata besojnë se ky mal është një vend i mbushur me energji hyjnore dhe një portë drejt botës shpirtërore. Turizmi dhe bukuritë natyrore. Përveç rëndësisë fetare dhe historike, mali i Tomorit ofron edhe mundësi të shumta për turizëm malor. Me rrugë të reja dhe të asfaltuara që të çojnë deri në zemër të parkut kombëtar, vizitorët mund të shijojnë peizazhe mahnitse, burime ujore të kristalta dhe bujtina tradicionale që ofrojnë mikpritje të ngrohtë. Gjithashtu mali është një destinacion i preferuar për alpinistët dhe eksploruesit e natyrës, të cilët dëshirojnë të përjetojnë aventurën e ngjikjes deri në majën e tij. Prania e florës dhe e faunës së pasur e bën këtë zonë një habitat të rëndësishëm për shumë specie të rralla të kafshëve dhe bimëve. Misteret moderne dhe teoritë konspirative.
Në vitet e fundit janë shfaqur teori të ndryshme konspirative lidhur me malin e Tomorit. Një histori që qarkullon ishte ajo e një piramide misterioze të zbuluar në malin e Tomorit nga NASA. Sipas këtyre pretendimeve, në bëndësitë e malit mund të ekzistojë një strukturë lashtë me origjinë jashtëtoksore. Megjithatë, këto pretendime janë hedhur poshtë nga ekspertët dhe nuk kanë asnjë bazë shkencore. Por për shumë njerëz, Tomori mbetet një vend misterioz që mund të fshehë ende sekrete të pazbuluara. Mali i Tomorit mbetet një nga thesaret më të çmuara të Shqipërisë, duke kombinuar bukuritë natyrore me një histori të pasur mitologjike dhe fetare. Pavarësisht mistereve dhe legjendave që rrethojnë, ai vazhdon të jetë një destinacion i rëndësishëm për pelegrinët, turistët dhe studiuesit që kërkojnë të zbulojnë sekretet e tij të fshehta, qoftë si froni i perëndive apo si një vend i mrekullueshëm natyror. Tomori vazhdon të magjeps dhe të frymëzojë të gjithë ata që e vizitojnë. Ndoshta sekreti i tij nuk do të zbulohet kurrë plotësisht, por ndoshta kjo është ajo që e bën edhe më tërheqës dhe enigmatik të mal gjigant. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjovca, ka shkuar për mbushëllimet e familja ish presidentit Hashim Thaçi. Haxhi Thaçi, baba ish presidentit, u nda nga jetët e tjera në 16 marsit, pak ditë pas vizitës së të birit në QKK, ku ai ndodhej i shtruar prej disa muajsh. Konjovca, pas të pamjes në familjen Thaçi, u nënshkrua edhe në librin e Zis. Ai tha se Haxhi Thaçi e inspiroi me patriotizëm Hashim Thaçin. Madje Konjovca e quajti Thaçin si bartës të shumë proceseve në për të cilat ka kaluar Kosova. Të gjithë e kemi njohur si patriot të madh, plak të urtë, e ka ushqyer me patriotizëm familjen e vet dhe gjithë këtë pjesë të Drenicës. Mbi të gjitha e ka frymëzuar me patriotizëm djalin e tij, Hashim Thaçin, që ishte presidenti i Kosovës dhe bartës i shumë proceseve në të cilat kemi kaluar, edhe gjatë në viteve 90 prej lëvizjes studentore e deri në kryet të UÇK-s, bashkë me bashkëveprimtarët e tij, të cilët po e mbrojnë kauzën në Hag, me Basin Jakub, me Recep Selimin, me Kadri Veselin, kanë qenë në krye të UÇK-s, falë së cilës erdhi liria. Kjo nuk do të ndodhte pa inspirimin e frymëzimin që e kemi prej prindërve tanë, ashtu siç Thaçi e ka pasur prej Bacit Haxhi, tha Konjovca. Kryetari i Kuvendit është figura e parë nga radha e lëvizjes vetëvendosje që reagoi pas vdekjes së Haxhi Thaçit dhe i pari që shkon për mbushëllime në familjen e ish presidentit. Në postimin e tij, pas ndarjes nga jeta të Haxhi Thaçit, Konjovca shkronte: me pikëllim mora lajmin se u nda nga jeta Haxhi Thaçi, baba ish presidentit Hashim Thaçi. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen të cilët humbën të dashurinë e tyre qëndrojnë pranë tyre në këto momente dhimbjeje. Edhe pse Haxhi Thaçi nuk ka shmën në këtë jetë, ai do të jetë i pranishëm në kujtimet që ka lënë pas, në zemrat atyre që e patën pranë dhe ndan jetën me të, shkronte Konjovca. Mira i qytetarë të Kosovës dhe të trojave të tjera shqiptare kanë bërë dia omazhe pranë arkivolit të Thaçit. Në ana tjetër, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dia nuk kanë qenë të pranishëm në ceremoninë martore të babait të Thaçit dhe ende nuk kanë shkuar për të shprehur ngushëllime. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ka konfirmuar ndërtimin e linjës së kurridore Shkodër-Gjakov, një projekt ky strategjik infrastrukturor që synon të forcojë lidhjen ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Hekurudha e re do të ketë 7 stacione dhe një gjatësi prej 105.8 km, duke përfshirë 43 ura dhe 14 tunele, me një gjatësi të përgjithshme tunelesh prej 35.3 km. Sipas studimit të fizibilitetit tashmë të realizuar, kostoja e projektit përllogaritet në 1.8 miliard euro, në të cilat 1.7 miliard euro do të përdoren për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përfshin shpenzime për leje, shpronësime dhe detaje teknike. Ky investim jo vetëm që modernizon infrastrukturën e kurridore, por edhe rikthen në vëmendje historinë e Shkodrës dhe lidhjen e saj shekullore me Gjakovën përmes transportit e kurridor. Adriatik Berisha, mjeku personal i tashmë të ndjerit Haxhi Thaçi, ka ndarë detaje nga takimi i tij me një zyrtar të moskuar të gjykatës speciale
Duke treguar për atë që ndodhi në momentin e fotografisë që u bë virale, ai ka folur për këtë ngjarje në emisionin frontal të T7, duke sqaruar se pamjet e shpërndara mund të kenë krijuar një perceptim më të ashpër se sa ishte situata në realitet. Në fotografi duket më vrazhët se sa ka qenë në realitet, ka deklaruar Berisha, duke theksuar se nuk ishte një tension të madh në atë moment, por se pamjet mund të kenë krijuar një përshtypje të gabuar. Ai ka treguar se nuk ka pasur asnjë përballje agresive dhe se qëndrimi i tij gjatë atij momenti ishte më shumë kujdes dhe vëmendje ndaj situatës. Ndoshta veç me e tërheq mbrapa, unë e kam ngrit pak dorën dhe kam thënë në rregull jam. Unë kam qenë i kujdesshëm në natyrë, s'jam arrogant, ka shpjeguar ai. Kjo deklarat ka ardhur si reagim ndaj spekulimeve që u ngritën pas publikimit të fotografisë, ku ai shihet duke komunikuar me zyrtarin e gjykatës speciale. Pamjet e takimit u prapën me shpejtësi në rrjetet sociale dhe ngjallën shumë diskutime, sidomos në lidhje me mënyrën se si po zhvillohet puna e gjykatës speciale dhe qasja e saj ndaj qytetarëve dhe personave të përfshirë në hetim. Berisha ka theksuar se nuk ka ndonjë kërcënim të drejtpërdrejtë dhe situata ishte më shumë formale se sa konfrontuese. Kjo ngjarje ka ngritur sërish debate mbi rolin e gjykatës speciale dhe mënyrën se si ajo po operon në Kosovë. Ndërkohë, Berisha mbetet i bindur se veprimet e tij ishin të qeta dhe të kujdesshme, pavarësisht interpretimit të krijuar nga fotografia që u bë buj në media. I dërguari i BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd, Peter Sorensen, ditë më parë ka qëndruar për vizitë në Kosovë, ku është takuar me presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe liderët e opozitës. Sorensen deklaroi se prioriteti i tij është sigurimi i takimeve mes palëve, ndërsa kompromiset mbeten në duart e Kosovës dhe Serbisë. Nga ana tjetër, Osmani dhe Kurti kërkuan heqjen e masave kufizuese nga BE-ja, duke i cilësuar si të padrejta dhe të dëmshme për qytetarët e Kosovës dhe balancin e dialogut. Analisti politik Sadri Ramabaja, në një prononcim për Bota Sot, ka thënë se Sorensen, duke parë dialogun mes dy vendeve, ai gjykon me të drejtë se do të ishte me sukses nëse ai përgjithsisht të rifillon, derisa për kompromiset si diplomat me përvojë, tha se kompromiset u takojnë dy panëve. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, është pjesë e një ekipi të ri të BE-s që pretendon të shprehë përpara procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me idenë që ai të përmbyllet më shpejt. Si realist që duket se është, i vetëdijshëm se në ç'pozitë është sjell dialogu nga pararendësit e tij, gjykon me të drejtë se do të ishte me sukses nëse përgjithsisht rifillon. Zoti Peter Sorensen në takimin me gazetarët është shtrënguar të përgjigjet dhe në pyetjen banale të një kolegu tuaj gazetar analfabet në fushën e politikës ose provokator i llojit të vet, por gjoja kompromisin e pritshëm në këtë proces dialogu. Sidoqoftë, si politikan e diplomat me përvojë, ai dha përgjigjen meritore, duke dëshmuar se si ndërmjetësues dhe lehtësues e dialogut, ai nuk ka të bëjë me kompromiset e mundshme në dialog, prandaj ai deklaron se kompromisi u takon palëve. Ky është leksioni i parë që zoti Sorenseni dha mediave tona në Prishtinë. Kosova ka bërë kompromisin e madh historik, ka planuar të aplikojë të drejtën e vet për vendosjen duke hequr dorë për hir të paqes dhe natyrisht dhe të interesave strategjike të partnerëve tanë, e drejta për bashkim me pjesën tjetër të Shqipërisë, Shqipërinë politike, thot ai. Republika e Kosovës tashti bën jetën e shtetit të pavarur dhe sovran, duke qenë në Republikë demokratike dhe progresive. Duke qenë e tillë, ajo ka gjeneruar vlera politike që garantojnë Kartën Evropiane për qeverisje lokale dhe të drejtat e minoriteteve, duke bërë shembull në këtë plan në nivel botëror. Këto të drejta janë mishëruar edhe në Kushtetutën e Republikës dhe në jetën praktike të qytetarëve tanë, rrjedhimisht edhe të pakicës serbe. Tutje, ai shton se emisari Sorensen do të insistojë të vazhdohet me realizimin e asaj marrëveshjeje, me që është e qartë se ata e ka sabotuar në vazhdimsi Beogradi, duke qenë se mbetet i interesuar të aneksojë veriun e Kosovës. Le të kujtojmë faktin se Karta e Qeverisjes Lokale e miratuar nga Këshilli i Evropës siguron parimet bazë të autonomisë lokale të cilat ndikojnë drejt për drejt edhe në të drejtat e minoriteteve.
Ai u kërkon nga shtetet anëtare që të garantojnë autonominë vendore në vendimarrje, të mbështesin dhe promovojnë pjesëmarrjen e komuniteteve lokale në qeverisjen vendore, të respektojnë diversitetin kulturor dhe gjuhësor të minoriteteve, të drejtat e minoriteteve në nivel lokal në nivel praktik. Kosova aplikon si asnjë shtet tjetër këtë paragraf. Ky aplikimi i kësaj game të drejtave të minoriteteve në konform Kartës Evropiane për qeverisjen lokale përfshin përdorimin e gjuhëve minoritare. Institucionet lokale duhet të ofrojnë shërbime administrative në gjuhët e minoriteteve, pjesëmarrje në vendimarrje, përfaqësuesit e minoriteteve duhet të përfshihen dhe këshillat bashkiake dhe institucionet lokale. Zhvillimin e kulturës dhe identitetit, promovimi i arsimit dhe mediave në gjuhë minoritare, mbrojtjen nga diskriminimi, zbatimi i ligjeve që parandalojnë diskriminimin në nivel lokal. Këtë gamë të drejtave gëzon minoriteti serb si asnjë minoritet tjetër gjetk. Marrëveshja e Brukselit e vitit 2023 dhe aneksi i saj i të mirur në Ohër janë krejtësisht në përputhje me këtë Kartë të drejtave europiane për qeverisjen lokale. Zoti Peter Sorensen, shih për këtë, do të insistojë të vazhdohet me realizimin e asaj marrëveshje me që është e qartë se ata e ka sabotuar në vazhdimsi Beogradi, duke qenë se mbetet i interesuar të aneksojë veriu në Kosovës. Nuk ka se si shpjegohet ndryshe akti i agresionit të 22 shtatorit 2023 dhe ai që u përsërit një vit më pas në kanalin e ujësillësit të Iber Lepemcit, përfundoi ai. Në Kazakistanin perëndimor, shtrihet një zonë që nuk ngjan me asnjë vend tjetër në botë, lugina e topave, e njohur në vend si Toryush. Kjo luginë e çuditshme është e mbushur me një sër formacionesh guri masive, të ngjashme me topat, disa të mëdha sa makina, ndërsa të tjera janë të vogla sa mermeret. Këta shkëmbinj sferik kanë intriguar shkencëtarët, aventurierët dhe teoricienët për vite me radhë duke ngritur pyetje rreth origjinës dhe qëllimit të tyre, por çfarë i bën ata kaq të veçantë dhe pse kanë mbetur një mister kaq i gjatë. Lugina e topave nuk është thjesht një luginë gjeologjike, është një mrekulli natyrore që daton mbi 150 milion vjet më parë. Sipas gjeoshkencë, sferat besohet të jenë formuar gjatë periudhës Jurasik dhe Kretakut, të hershëm midis 180 dhe 120 milion vjet më parë. Të shpërndara nëpër toka mes maleve, luginave, shkretëtirave dhe tundrës, këto topa guri misterioze përbëhen kryesisht nga çimento, silikate ose karboni, duke u dhënë atyre strukturën e tyre të fortë dhe të shndrueshme. Pjesa magjepsëse. Format sferike të këtyre gurëve nuk janë krejtësisht të rastësishme, ndërsa shumë besojnë se këto formacione janë rezultat i konkretimeve masive, ku sedimentet grumbullohen rreth një bërthame më të urtë. Madhësia e madhe dhe uniformiteti i sferave sugjerojnë se historia mund të ketë më shumë se sa duket në sy. Shkencëtarët përgjithsisht bien dakord se gurët janë produkt i proceseve natyrore gjeologjike, ka teori alternative që kanë ngritur vetullat. Disa sugjerojnë se këta gurë mund të jenë mbetje të qytetërimeve të lashta që i paraprin historisë së shkruar. Këto teori shpesh krahasohen me sfera të tjera misterioze që gjenden në vende si Costa Rica të Bosnia, duke ndezur debate nëse ato mund të jenë artefakte të mbetura nga kulturat e humbura. Komuniteti shkencor ka paraqitur shpjegime të tilla si megasferuliteti, topa kristalor të krijuar nga hiri vulkanik dhe moti sferoidal, një proces ku shkëmbin kryen në formë sferike për shkak të kushteve perfekte të motit. Megjithatë, polemika nëse këta gur janë gjërësisht natyral apo janë mbetje të një qytetërimi të lashtë, vazhdon të ngjall kuriozitet, një nga arsyet pse lugina e topave mbetet kaq enigmatike është vendodhja saj e largët. E vendosur në Kazakistanin perëndimor, lugina është larg qendrave kryesore të popullsisë dhe mbetet të vështirë për të aksesuar. Kjo ka mbajtur kërkimin në minimum, pavarësisht një interesi në rritje për këto formacione antike. Mjedisi ashpër i rrethuar nga malet, shkretëtira dhe tundra e bën një sfidë për shkencëtarët që të eksplorojnë çdo pjesë të luginës. Megjithatë, lugina e topave vazhdon të magjepsë imagjinatën e tyre, që guxojnë të futen në thellësitë e saj. Studiuesit dhe aventurierët, po të riqen nga zona dhe shpresuar, të zbulojnë më shumë rreth sferave të lashta prej gurit dhe origjinës së tyre. Pra, cilat janë saktësisht formacionet e çuditshme të luginës së topave,
a mund të jenë mrekulli gjeologjike, rezultati forcave natyrore, apo kanë formusuar tokën gjatë miliona viteve, apo janë dëshmi e një qytetërimi të lashtë që ka ekzistuar shumë kohë përpara historisë së regjistruar, derisa të kryen eksplorime dhe kërkime të mëtejshme, përgjigjet mbeten ende të paqarta. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Bundestagun Gjerman, Michael Roth, ka thënë se politika e Bashkimit Evropian ka dështuar me Ballkanin Perëndimor. Duke folur për protestat në Serbi, ai thotë se nëse Unioni se ndorron qasjen ndaj rajonit, mund të ketë kërcënime për luftë. Më shumë destabilitet e nacionalizëm, ka shkruar Roth në X. Serbët kanë javë që protestojnë për vlerat evropiane, por ata nuk e shohin më BE-n si aleat. Vështirë se dikush në Ballkanin Perëndimor beson më në një perspektivë të BE-s. Projektuesit janë të zhgënjur me BE-n. BE-ja ka bashkëpunuar me presidentin serb Vučić për një kohë të gjatë. Roth tha se BE zbën të humbas Ballkanin Perëndimor si rajon. Politika jonë për Ballkanin Perëndimor ka dështuar. Ne kemi nevojë për një zejten vende, për ndryshe përballemi me kërcënimin e luftës, edhe më shumë destabilitet, nacionalizëm dhe autoritarizëm. Ne nuk duhet ta humbasim Ballkanin Perëndimor si një rajon i demokracisë, shtetës së drejtës, lirisë, sigurisë dhe prosperitetit. Roth para pak ditësh mori medaljen presidenciale të meritave nga presidenti Vjosa Osmani për rolin dhe kontributin e tij ndaj Kosovës. Zejten vende është një term gjerman që referohet një kthese historike ose ndryshimi epokal dhe përdoret për të përshkruar një ndryshim të thellë dhe të papritur në një periudhë të caktuar kohore. Tashmë mbetet të shihet nëse kjo gjë do të ndodhë në Ballkan dhe konkretisht mes Kosovës dhe Serbisë, sa i përket politikave të Bashkimit Evropian, por edhe Gjermanisë, e cila është një nga fuqitë më të rëndësishme dhe që është e përfshirë drejt për drejti në këtë proces. Industria turke e hapësirës ajrore ka kryer një tjetër provë të suksesshme të dronit Anka-3 Uçav. Gazeta turke e lajmeve të industrisë së mbrojtjes, Suvanma Sanai, raportoi zhvillimet në faqen e saj në rrjetin social X për Kalibr.z. Gjatë provës, Anka-3 hodhi një bombë të drejtuar me saktësi LGK-82 të pajisur me një komplet udhëzues lazerik të zhvilluar nga Aselsan. Bomba goditi me sukses objektivin e synuar, duke demonstruar gatishmëri luftarake dhe saktësinë e dronëve të avancuar. Anka-3 është projektuar për misione luftarake të nivelit të lartë, duke përfshirë sulmet ajrore, tokë dhe operacionet e luftës elektronike. Integrimi i saj suksesshëm me municionet e drejtuara me saktësi nënvizon përparimin e Turqisë në zhvillimin e teknologjive të dronëve. Bombat LG-Q-FAB 250 të prodhuara nga Azerbajxhani, fillimisht bombat padrejtuara fragmentuese 250 kg-she, janë përmirësuar gjithashtu me kompletet e drejtimit të lazerit Aselsan, duke shndruar ato në bomba inteligjente. Me një rrezë veprimi prej 12 km dhe një rrezë vrasëse 90 metra.